Partia Demokratike synon të unifikojë qëndrimin e forcave opozitare ndaj reformës zgjedhore e reformës territoriale. Përballë një majorancë që ka 86 mandate, mund t'i realizojë të dyja pa e marrë në konsiderat qëndrimin e pakicës parlamentare. Kryetari PD-s Sali Berisha mblodhi aleatët tradicional, pjesa dërmuese të cilëve nuk kanë deputet në parlament, duke u premtuar se Partia Demokratike do të bëjë çdo përpjekje për një sistem të ri zgjedhor. Le të bëjmë ne këtu një përzgjedhje të përbashkët. Ne kemi përfaqësuesit tanë në komisionin e reformës elektorale, të cilët do t'jenë avokatrit e propozimeve tona që ne mendojmë se është sistemi më i përshtatshëm për zgjedhjet në Shqipëri. Të njëjtin premtim Sali Berisha bëri edhe për reformën territoriale. Shqipëria në raport me popullatën natyrisht duhet të ketë një numër jo të madh të bashkive dhe komuna, por në raport me terenin, në qoftë se i qëndrojnë parimit që qytetarët duhet të kenë shërbimet, duhet të kenë drejtimin, duhet të kenë njerëz të zgjedhur. Shqipëria është tjetër. Por përtej rregullimeve ligjore, kryetari PD-s Berisha deklaroi se prioriteti i opozitës do të jetë largimi i kryeministrit Edi Rama dhe krijimi një qeverie teknike. Ne do bëjmë gjithçka në përpjekje të ndershme tonë për një ligj sa më të drejtë elektoral. Por ne me këto në absolute do mashtrojmë veten në qoftë se pranojmë Edi Ramën. Sa ta pranojmë atë, vot nuk do kemi. Partia Demokratike së bashku me aleatët e saj ka vetëm 50 vota në parlament, përballë një majorancë me 86 mandate. Në kushtet ku reforma zgjedhore dhe ajo territoriale kërkojnë 84 vota për të miratuar, opozita nuk ka asnjë mekanizëm për të kushtzuar majorancën. Aq më pak për sistemi zgjedhor, i cili kërkon ndërhyrjen kushtetut e 94 vota për të ndryshuar. Në këtë situatë mbetet e vështirë që sistemi zgjedhor në Shqipëri të ndryshojë në rast se ky nuk është vullneti i Edi Ramës dhe Partisë Socialiste.